Le të flasim pak për testet gjenetike që miliona njerëz kanë bërë për të mësuar rrënjët e tyre. Disa zbuluan se kishin familjar diku gjetë në Fërballë, disa morën në shtetësi, dhe disa mësuan se sa përqind ishin nga Ballkani dhe sa përqind nga Europa. Por si funksionon e gjithë kjo? Filloi si një revolucion në vitet 2000. Ushtrin YouTube e dërgon me post dhe brenda disa javësh një herë gjenetike arrin në kutitë postare, duke i lidhur klientët me të afërm të largët dhe duke siguruar informacione për rreziqet e mundshme shëndetësore në të ardhmen. Pasi dërgon mostrën, kompania analizon me mira pikat të ADN-s të quajtura SNPs dhe i krahason me grupe referencë në zona të ndryshme të botës. Ky testim autosomal i ADN-s ofron informacion të gjuar rreth etnisë, duke gjurmuar drejt për drejt për ardhjen natyrore dhe anëtare. Ishin pikërisht të nuanca që i bën kompanitë si Ancestry, MyHeritage, 23andMe si të re të gjenealogjisë gjenetike. Deri këtu gjithçka duket në rregull, derisa shqetësimet për privatësinë shfaqen në horizont. Kompanisë MyHeritage u komprometuan 92 milion llogari përdoruesish në vitin 2017 me emailë dhe fjalëkalime të bjedhura. Në 2018, 23andMe bëri bujë me një marrëveshje $300 milion me gigantin farmaceutik GlaxoSmithKline, duke shitur aksesin e të dhëna gjenetike të 5 milion klientëve. Qëllimi ishte që BSK-ja të përdorte këtë dataset të madh për të zhvilluar ilaçe të reja. Po në të njëjtin vit u përdor një databazë ADN-s për të kapur një vrasje seriale nga FBI-ja. Edhe pse ndihmoi në drejtësi, hapi debate mbi privatësinë. Ngjarje famkeqe ndodhi përsëri me 23andMe, që pasoi një incident rrjedhje të dhënash. Hakerat morën akses në të dhënat e rreth 6.9 milion përdoruesve përmes fjalëkalimeve të vjedhura nga faqe të tjera, të cilat përfunduan në dark web. Dhe rasti kur kompania falimenton është gjithashtu një skenar që duhet konsideruar. Në 2020, giganti i investimeve Blackstone bleu Ancestry bashkë me të dhëna gjenetike të rreth 18 milion njerëzve për $4.7 miliard. Në 2025, 23andMe deklaroi falimentimin dhe se kompania së bashku me të dhënat do t'i jepej ofertës më të mirë. Disa prokurorë të shteteve e cilësuan këtë ankand identiteti. Dhe sa i përket faktit se sa të sakta janë, sipas gjenetistëve duhet të theksuar se këto teste nuk na tregojnë realisht se ku ka jetuar të parët tanë, por na japin probabilitete se ku ka gjasa të kemi të afërm sot. ADN-ja jote nuk është vetëm një sekuencë gjenesh, është një pasaport biologjike. Dhe në momentin që bëhet pjesë një databaze, ajo nuk është më vetëm e jotja, por është pjesë e kompanive farmaceutike, siguracioneve, shteteve dhe sigurisht hakerave.